Përshëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur me përgatit laknor, nuk më thonë se laknorin tradicional, me miell misri e qesim pa vezë, por më thonë një laknor modern, ta shtellë shumë i shishëm që bëhet, krejt që kanë nevojitën prej përberzve janë 500 grame shlagzane për ndryshe ojk, një tub me qep të reja i kom ngri, edhe një tub kështu që është një dorë për ndryshe i themi ne, me zele ose spanaccio, cëllë ndani, një gotë jo plotë 200 ml me kos, 100 ml vaj ulliri, një vezë, një lugë të gjellës me krip, edhe gjys kilogrami pra miell të misri që është macarit ose të verë që shëthuni ju në ka Shqipëria, ne i thojmë macarit ka Kosova, dhe bismillah, fillojna me përgatitjen. Hedhim në një të thellë 500 gram me ojk. Shtojna një vezë, është përlojna edhe këtë shishin pak me ujë. Shtojna vaj ulliri. Furrën e kom çu me nxenë temperaturë 230 gradë. Shtojna kosën. E kemi shpëla dhe këtë shishën dikon 50 ml në rëtoft, edhe i përzina bismillah të gjithë përbersit në tel të durës. Pasi që kemi përzit të gjithë përbersit, tashti morëm pra zelat e grira edhe qept e njoma edhe i hedhim tek harqi. Jo që keni miell misrit Kosovës, edhe në kam po shumica motrave po mpysin vedo a ban me qitë shembull laknorin me miell këtu në Gjermani që është me carit ban edhe mirë edhe shumë i shishëm bëhet. Tash i përzina edhe zelet qept me harqin. Që nga me miell, tashti hedhim brenda. I përzina pra, gjithë përbersit edhe miellin pra. Tepsin e kemi ly pra me vaj. Tashti mbasi që e kemi përzit pra harqin mirë, e qesim në tepsin e lyrë me vaj. Bismillah, shprozim. Pasi që kemi shproz në tepsi, kështu e lëvizim tepsin ose e lkunim. Në anën tjetër tash marr vaj ulliri original prej Italisë. Me të vërtet shumë i shishëm edhe me lybukën e rreshkt. Ja qesim qështu pra për mi. Edhe me njerë e fusim tepsin e furrën e nxehur. Edhe laknorin modern, se shpe shifni, e kemi pjekur për 30 minuta në temperaturë 230 gradë. Ashtë pjek shumë mirë i rresht që bashkë të knoq. Neve na beft mirë, juve pashtë nëse. Përgatitni, faleminderit për përkrojnë që va beni, komentet e bukura, deri në recetën e radhës, nga kuzhina Nerit ju tham, biru po fshim.